Bashkësorti im është diagnostikuar me kancer, jep dorëheqjen drejtoresha e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Drejtoresha e inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Tulsi Gabbard, ka njoftuar dorëheqjen e saj duke bërë ditur se do të largohet nga posti në fund të qershorit dhe nga jeta publike për arsye familjare. Një tjetër zyrtare drejtuar presidentit të Shteteve të Bashkuara, Gabbard shpjegon se bashkësorti i saj, Abraham, është diagnostikuar me një formë të rrallë agresive të kancerit të kockave, që ka detyruar të marrë vendimin për tu tërhequr. Fatkeqësisht duhet të dorëzoj dorëheqjen time efektive më 30 qershor. Në këtë moment duhet të tërhiqem për të qenë pranë bashkëshortit tim. Sipas burimeve të administratës amerikane, gjatë javëve të fundit kishin qarkulluar zëra për një largim të mundshëm të saj. Deri tani nuk ka ndonjë reagim zyrtar publik nga shtëpia e bardhë për dorëheqjen. Gjatë mandatit të saj, Gabbard është përballur me kritika politike për qëndrime të ndryshme brenda administratës, veçanërisht lidhur me politikën e Shtetit të Bashkuara ndaj Iranit. Tulsi Gabbard ishte ish ushtare e Gardës Kombëtare, ish kongresiste demokrate në Havaj, më vonë ndryshoi kap politik duke bashkuar Partisë Republikane. Ajo kandidoi për presidente si demokrate në vitin 24, mbështeti fushatën e Donald Trump.